Përshëndetje, unë jam Dori Daka, ky është Syri Botës. Situata e luftës në lindjen e mesme ka hyrë në javën e tretë. Shumë lajme dëgjojmë, një pjesë e mirë janë njoftime të rreme. Do të flasim në fakt për këtë temë në pjesën e dytë të emisionit, e ndërsa është e vështirë të hasim të vërtetën në morinë e fluksit të informacionit dhe dezinformacionit, qartësia e vetme që kemi është rritja e kostos së jetesës dhe pasiguria e së ardhmes. Shkaku kryesor, rritja e çmimit të naftës për shkak të bllokimit të nyjes strategjike të ngushticës së Hormuzit, që lidh Iranin me Omanin e ku përmes së cilës deri më tani ka kaluar 25% e gazit dhe naftës së planetit. Por çfarë ka ndodhur realisht gjatë këtyre 2 javëve? Në fakt do të flasim pas pak për këtë temë, por do ta filloj vetëm me disa shifra. Në 28 shkurt, ditën kur filluan sulmet dhe ngushtica funksiononte normalisht, çmimi i naftës për fuqi ishte $65. Sot që po flasim i ka kaluar të $100. Kjo në fakt nuk është një çështje vetëm nafte apo gazi, por parathot rritje të kostos së jetesës për gjatë gjithë pjesës së mbetur të vitit, një realitet që ka filluar në fakt ta ndjejmë, sidomos në Shqipëri. Gjatë ditëve të luftës 12 ditore mes Izraelit dhe Iranit verën e vitit që shkoi, folëm për ngushticën e Hormuzit, folëm për atë rrezik që në ato kohë u shmang e me cilin aktualisht po përballem. Ishte një bisedë në fakt interesante dhe mbi gjitha e dobishme me zotin Bledar Milaqi, ekspert i çështjeve të gjeopolitikës dhe energjetikës, me të cilin sot do ta fillojmë pikërisht aty ku e lam në këtë situatë re, në çështjen delikate të ngushticës së Hormuzit. Përshëndetje zoti Milaqi, kënaqësi që u kam në Syrin e Botës dhe ju falenderoj shumë që gjeni kohë gjithmonë. Përshëndetje, falenderoj edhe për qartësinë, por gjithashtu dhe për rikthimin në vëmendje të intervistës fundit, sepse është domethënë pak a shumë si jo thënie profetike, domethënë ose profeci, por është diçka domethënë që në të vërtetë asaj që i druheshim ne të gjithë domethënë pak a shumë ndodhi, kështu që me kënaqësi domethënë ta analizojmë situatën. Në fakt, zoti Milaqi, folëm muaj më parë për historikun e ngushticës së Hormuzit, si u krijua, le të themi, kjo nyje strategjike globale e fluksit të naftës dhe gazit, për përpjekjet e atyre kohëve të palëve ndërluftuese për ta lënë të lirë këtë pikë të fluksit të naftës dhe të gazit, sot jemi në një tjetër realitet. Siç e thash, brenda 2 javëve nga 60 fuqia e naftës ka kaluar në 100 dhe ndoshta do të rritet edhe më shumë në të ardhmen. Tani për të gjithë ata që i duan të thjeshta gjërat përmes shpjegimit tuaj në fakt profesional, çfarë ka ndodhur jo vetëm gjeopolitikisht, por edhe në aspektin e energjisë, edhe të kostos, të rritjes së kostos të jetesës gjatë këtyre 2 javëve në ngushticën e Hormuzit? Ngushtica e Hormuzit, siç e përmendet ju, domethënë është një ngushticë ose pikë nevralgjike e ekonomisë botërore, jo vetëm një mënyrë e tregtisë globale të hidrokarbureve, por në vetvete edhe ekonomisë globale apo globalizmit, sepse aty kalojnë jo vetëm anije që transportojnë naftën, por dhe anije mallrash. Ju e përmendët që aty afërsisht domethënë 20 dhe 25% e konsumit global domethënë të hidrokarbureve kalonte. Ishte një lloj dhe duke qenë domethënë duke pasur këtë rëndësi nevralgjike, por dhe gjeopolitike, gjithmonë diskutohej edhe më parë si një lloj mënyrë presioni nga regjimi iranian, domethënë që të mbyllej kjo, apo dhe aktualisht siç po diskutohet dhe të minohet kjo ngushticë, që do ta bënte pak kalueshme jo vetëm një farë mënyre edhe për anijet armike të kalonin aty, por dhe për ato që aktualisht konsiderohen ende si partner strategjik, për shembull siç janë anijet kineze, me të cilat Irani në një farë mënyre ka ruajtur një lloj marrëdhënie strategjike për sa i përket fushës së energjisë. Për ata që na ndjekin, ju e përmendët, domethënë para datës 28 shkurt, një fuqi nafte që është ajo lloji kryesor që njihet nafta Brent, tregtohej me afërsisht 65 deri $75 fuqia. Aktualisht ne kaluam diku 2-3 ditë përpara, kaluam $118 për fuqi. Aktualisht ka rënë pak çmimi, është afër domethënë $100, domethënë për fuqi, po kemi prapë një rritje të çmimit për afërsisht 65 deri 75%
dollar. Kjo reflektohet patjetër pastaj jo vetëm në konsumin ditor të konsumatorëve, por dhe në inflacion. Aktualisht flitet, do të thënë, politet inflacionin në gjithë Bashkimin Evropian, po edhe në tregjet globale, dhe më pas reflektohet dashje pa dashje edhe në industrinë e rënd apo edhe në industrinë e cila quhet që ka, do të thënë, është intensive për sa i përket konsumit të energjisë dhe dashje pa dashje, dhe aty pastaj kemi pasoja të tjera që mund të reflektohen qoftë në deficit apo regresion. Kishim një situatë përpara luftës, një situatë teprije, domethënë për sa i përket ofertës, si thon, të naftës në vetvete, dhe tani kemi aktualisht një situatë deficiti, domethënë në momentin që diku 20% të ofertës i mungon tregut global, kjo reflektohet jo vetëm në çmime, por dashje pa dashje dhe në një sjellje konkurrence midis shteteve. Kështu që në vetvete kemi madje edhe pastaj paralelisht rritje të çmimit për shembull zemë të naftës që ofron Rusia. Do të thonë Rusia është gjithashtu një nga shtetet kryesore në nivel global me resurset e naftës apo resurset e gazit dhe të naftës, dhe aty është vënë re një lloj rritje çmimit për shkak të rritjes së kërkesës nga shtetet të cilat një farë mënyrë kanë kërkesë për këtë produkt. Një pyetje, si po e ndryshon gjeopolitikën kjo situatë? Kemi rastin e fundit të 2 ditëve më parë, kur presidenti Trump i ka lehtësuar sanksionet e naftës dhe të gazit të Rusisë, ka lejuar disa vende që të marrin naftë dhe gaz nga Rusia, kryesisht Indin, po sigurisht është një masë e përcaktuar në kohë, pra me një afat të përcaktuar. Një masë e kundërshtuar nga Europa, nga kancelari Merz, do të vim edhe aty më pas. Kemi pra një ndryshim gjeopolitik që varet pikrisht nga ajo çfarë po ndodh në ngushticën e Hormuzit. Dhe pas këtij shpjegimi do doja të bëja edhe pyetje, në fakt, që nxitoj ta bëj. Kush janë të fituarit e mëdhenj të kësaj situate deri më tani? Po e fillojmë nga pyetja e parë. Më lejoni ta diskutoj kjo aspekti i pyetjes fundit, sepse domethënë lidhet drejt për drejt edhe me ndryshimin ose ndryshimet gjeopolitike në vetvete. Fituesi kryesor aktualisht patjetër që është Rusia, sepse siç thash, ajo vetë është në vetvete një fuqi energjetike globale, do thënë ka rezerva të cilat i lejojnë asaj të eksportojnë qoftë naftë apo gaz, dhe çmimi i naftës nga zona e Uralit ka qenë, do thënë, para luftës diku $59 për fuqi, dhe vetë kjo ky burim, domethënë, ka arritur gjithashtu limitin e $100 për fuqi, çka e lejon dashje pa dashje Rusisë të ketë të ardhura ose rritje të ardhura për kasën e shtetit, dhe të mos harrojmë që vetë burimet energjetike janë gati ose përbëjnë gati 1/4 e asaj që quhet prodhimi bruto në Rusi, duke pasur parasysh dhe faktin që Rusia është tashmë prej 4 vitesh në një front të aktiv lufte ose përballet, domethënë, konflikti me Ukrainën, kështu që ekspertët në një farë mënyrë, ekspertët e sigurisë apo dhe atyre një farë mënyrë krahasimeve që bën krahasimet e kontingjenteve ushtarake, për shembull, kanë llogaritur, domethënë, sepse kemi diku ke 6 miliard në këto dy javë kemi 6 miliard të ardhur, rritje të ardhura të Rusisë nga, si e thon, tregtia e energjisë, diku 500 milion fitime, domethënë dollar fitime ditore, çka i lejojnë Rusisë, për shembull, edhe vetëm nga Irani të blejë afërsisht një 17.000 dronë shehid, të cilët kanë një lloj precizioni ushtarak. Kështu që në këtë kontekst kemi fitues Rusinë, ka diskutime nëse Kina në vetvete është fitues apo humbse. Gjykoj që Kina aktualisht është një pozicion shumë vështirë për sa i përket asaj situatës energjetike, sepse Irani dashje pa dashje ishte nga furnizuesit kryesorë të Kinës me hidrokarburet, kështu që besoj ka fjalë, domethënë, që regjimi iranian pikërisht ato transportuesit e madra apo edhe hidrokarbureve nga Kina janë lejuar të kalojnë ngushticën e Hormuzit. Nuk mund ta konfirmoj këto, por që besoj nëse do të ketë një lloj trajtimi të veçantë për ndaj Kinës, nuk do të vijë re në terma afat gjatë apo afat mesme, por në terma afat shkurtër besoj që edhe Kina e ndjen një farë mënyrë dhe është pjesë e palës humbse, por pastaj të gjithë vendeve të rajonit që një farë mënyrë e vuajnë drejt për drejt pasojën e mbylljes së kësaj ngushtice. Vim tani
tek Gjermania, motori i Europës, sigurisht nuk do lëm pas edhe pjesën tjetër të Europës, edhe Bashkimin Evropian. Gjermania prej disa vitesh është në një situatë disi të vështirë. Kemi përfundimin e, le të themi, furnizimit me energji nga centralet bërthamore në 2023, kemi luftën në Ukrainë, Nord Streami një histori më vete, kemi dhe aktualisht situatën në kanalin e Hormuzit. Merz ju kundërpërgjigj Trumpit me një jo të madhe në lidhje me le të themi lëshimet që ai bëri Rusisë përkohësisht sa të kaloj kjo situatë. Por në fakt si është situata në Gjermani? Situata në Gjermani për konsumatorin e thjesht normal që ka, domethënë, reflektohet drejt për drejt. Kemi rritje unë të paktën për shembull azim si individ nafta nga 1.66 euro, aktualisht domethënë tregtohet me 2.15 euro deri në shifra. Kjo ka ndodhur këto dy javët e fundit. Po, edhe kështu që diskutohet normalisht, domethënë duke qenë se konsumatori pa dashje reflekton kritikën e tij dhe skepticizmin e tij, kjo pastaj mund të zgjerohet në të gjitha hallkat, domethënë industria e rëndë edhe unionet e industrisë rëndë, konfindustrisë kanë bërë thirrje që qeveria të ndërhyjë. Dhe këtu pastaj kemi përplasjen ideologjike një farë mënyrë edhe në koalicion midis po themi fraksionit të djathtë, CDU-s dhe CSU-s, të cilët një farë mënyrë janë ndoshta për vënien e tavani apo dhe ndoshta vënien e takse për mbi fitimin e arritur tek kompanitë për shembull që tregtojnë hidrokarburët, një farë mënyrë nëse kanë fitime marramendse, domethënë për shkak të luftës mund të vihet një taks mbi ta, dhe pastaj kemi thirrje nga Partia Socialdemokrate, e cila është pjesa tjetër e një farë mënyrë koalicionit qeverisës, që bën thirrje për rikthimin e një lloj subvencioni që pati vite më parë kur ndodhi lufta në Ukrainë, subvencioni për sa i përket apo dhe gjatë kohës pandemisë, për sa i përket çmimit të naftës, apo dhe subvencioni ose lehtësimi fiskal ndaj konsumatorëve, por që janë në vetvete të gjitha injeksionet të cilat në një farë mënyrë në terma afat në terma afatmesme apo gjata normalisht nuk do ta ndihmojnë ekonominë gjermane, sepse do të ajo barë fiskale do t'i rëndonte konsumatorit vite më pas dhe do të reflektohej gjithmonë tek industria e rëndë, e cila është konsumatore kryesore. Gjermania në vetvete, kam përmendur edhe më parë në intervista, ka gëzuar gjithmonë një lloj marrëdhënie tradicionale historike për sa i përket Gjermanisë Rusisë, edhe vetë konstelacioni ose firma kryesore shtetërore e eksportimit të gazit, Gazprom nga Gjermania, ka pasur një lloj bashkëpunimi midis Rusisë dhe Gjermanisë në një konstelacion të një firme të përbashkët që është quajtur Wingas, që i lehtësonte ose i mundsonte Gjermanisë një lloj çmimi preferencial të gazit dhe të naftës që vinte nga ky shtet, dhe një farë mënyrë mundsoi dhe atë që quhet rritja ekonomike e Gjermanisë pas krizës së viteve, më thënë pas ribashkimit Gjermanisë, po dhe krizës viteve 2003-2004. Madje edhe Merkeli 2 ditët e fundit i ka bërë thirrje Bashkimit Evropian që të ketë një lloj, më thënë, ose të lihet një farë mënyrë negocimi i paqes apo dhe negocimi vetvete i gjithë situatës gjeopolitike që përfshin Ukrainën dhe Rusinë, të lihet vetëm Amerikës, por Evropa do duhet të jetë, domethënë, t'i lë hapur gjithmonë ato rrugët diplomatike që nënkupton dashje që për shkak të situatës aktuale Rusia nuk duhet anashkaluar, por gjithmonë duhet të drejtohet vëmendja drejt saj. Dhe në vetë kjo është një lloj armë, unë kam bërë vetë. Po në fakt Merz interesin e kujt, sigurisht ai është kancelari i Gjermanisë, po interesin e kujt sheh në radhë të parë? Sheh interesin e luftës Ukrainë-Rusi, që sigurisht është bërë dhe një çështje parësore për Bashkimin Evropian, apo interesin e Gjermanit të thjesht, qoftë edhe këshillat e Merkelit apo edhe të politikanëve të tjerë të cilët e ftojnë që të përqendrohet pikërisht në çështjet brenda shtëpisë dhe në kuletën e gjermanëve, sepse kjo situatë mund të përshkallëzohet edhe më tej, dhe kur shohim dhe Amerikën që në një farë mënyrë i lëshon pe apo i hap rrugë Rusisë për në kuadrin sipas Trumpit të një stabiliteti, një situate stabile në këtë, le të themi, moment të vështirë. Merz, mendoni që ta vazhdoj ta mbaj këtë qëndrim, a do të ketë një kundërpërgjigje nga ana e popullatës?
Si e sheh? Besoj që ka një lloj, nuk do thoya shkërmoshje, por ka një lloj ndryshimi narrative në vetvete që nga fillimi po themi i konfliktit ose i përballjes, domethënë ose sulmit, domethënë agresionit amerikano-izraelit në Iran, për faktin se si thash për shembull me qeverinë e re pati një lloj ndryshimi total për shembull edhe për qasje të qeverisë për sa i përket energjive regenerative. Qeveria më pashme vuri fokusin pikërisht për të fokusuar ose do të thënë për forcuar atë që quhej largimi nga konsumi i energjive fosile siç janë gazi dhe hidrokarburet. U fokusi edhe gjithashtu domethënë dhe largimi ose heqja dorë nga burimet atomare, energjia atomare, u fokusi te energjia regenerative, panelet diellore, biomasa, apo dhe energjia e këtyre të ajrit, domethënë dhe u investua goxha në atë drejtim, madje domethënë zëvendës kryeministri pas Scholzit ishte vetë domethënë ministri Habeck, ishte edhe ministri i energjisë dhe ekonomisë. Dhe pati një lloj ndryshimi total narrative, madje dhe largimi në një mënyrë edhe nga qëllimet ose zbehe e qëllimeve domethënë të atyre që quhen qëllimet e qëndrueshmërisë dhe ruajtja e klimës domethënë evropiane, dhe vetë ministra Rajqi, ministra e ekonomisë, domethënë vjen nga industria me vetë, kështu që pati një lloj sinjali që industria do të gëzojë goxha fokus të veçantë, dhe madje jo më larg se para 3 javësh apo 1 muaj doli ose rodhi edhe një draft i parapar nga Ministria e Energjetikës, pikërisht që nuk do të ketë as subvencione të energjisë rinovueshme. Dhe tash për shkak të luftës së Iranit kemi një ndryshim total domethënë të narrativës apo ligjërimit publik, sepse vetë këta tifozët e energjisë regenerative sulmojnë drejt për drejt ministrin, thonë domethënë në këtë kontekst vihet e re domethënë sa e madhe është varësia e ekonomisë gjermane nga hidrokarburet, qoftë gazi apo dhe nafta, dhe në këtë kontekst pasi se sa labile është dhe ekonomia gjermane. Është një dilemë, si thash, është një dilemë jo vetëm ekonomike, por dhe ideologjike. Besoj që merret si në vetvete mundohet për shkak të dhe partnerët në koalicion të krijojë një lloj konsensusi, por që në terma afatmesme apo afatgjatë do të ketë besoj përplasje apo edhe thellim më të madh të diskutime qoftë ekonomike, qoftë edhe që shkojnë në drejtim apo dhe sinjaleve që vijnë nga konsumatorët, dhe pastaj zgjidhja gjermane është ajo që njihet gjithmonë nga koha e pandemisë, që do të kemi ndoshta subvencione për konsumatorin, por se si shtar duke pasur parasysh që ka një lloj rëndimi goxha të buxhetit federal edhe të rritjes së borxhit publik, kryesisht për shkak të situatës demografike gjermane, rritjes pensioneve dhe rritjes së një farë mënyrë edhe të barrës fiskale të atyre që quhen kasave ligjore të shëndetit edhe të pensioneve. Besoj që një element i ekstra domethënë që i rëndon ekonomisë do të sjellë një lloj shkundje ndoshta të qeverisë, dhe pastaj kjo reflektohet drejt për drejt pastaj edhe në përforcimin e ekstremit të djathtë. Në fakt jemi, zoti Milaj, në fillim të një situate shumë komplekse ku gjeopolitika lidhet me çështjet e energjisë, të sigurimit, të ndryshimeve rrënjësore në konfiguracion apo skakirën e gjeopolitike globale. Në këtë rrethana më vjen natyrshëm pyetja, kjo është një luftë për burimet energjetike apo këto të fundit përdoren si mjete për ndryshimet gjeopolitike? Në këtë kontekst është pak e vështirë të bësh, po themi, ose dalësh në përfundime të thjeshta. Në parimet ose në nivel ndërkombëtar gjithmonë njihet shpreha e Charles de Gaulle që ka thënë që shtetet nuk njohin miqësi, por vetëm interesa, por që besoj që agresioni, për sa i përket agresionit ose sulmit amerikano-izraelit ndaj Iranit, besoj që pak është vënë re dhe nga intervistat publike, për shembull të dërguarit posaçëm nga Amerika në Izrael, apo dhe individëve të tjerë, për shembull ministri sekretari për mbrojtjen amerikan, më thon flitet pak edhe me një lloj konotacioni fetar apo konotacioni biblik për rëndësinë që ka mbështetja e Izraelit, dhe ana tjetër Izraeli gjithashtu ose vetë Netanyahu dukshëm ka përdor ose përdor sionizmin apo dhe backgroundin fetar për interesat e tij të pushtetit, dhe kjo siç duket qoftë tek votuesit, dhe mos harrojmë që në Izrael është në vigjilje të zgjedhjeve, 85% të votuesve ose të paktën të popullatës në Izrael mbështet aktualisht agresionin ose sulmin e Izraelit në bashkëpunim me Amerikën ndaj Iranit, kështu që kjo reflekton një farë mënyrë dhe një lloj radikalizmi të shoqërisë në vetvete atje,
Siria, po dhe si thash dhe të rritjes së teorisë sionizmit që në një farë mënyrë shikon ose parasheh një lloj zgjerimi duke u referuar dhe burimeve biblike, zgjerimit të një Izraeli të madh, kështu që në vetvete siç thash është pak e vështirë të dalësh në përfundime apo konkluzione vetëm thjesht gjeopolitike. Patjetër që ajo zonë ka një interes të veçantë, mos harrojmë domethënë që përpos Iranit aty kemi diku dhe 13 shtete të tjera, domethënë të gjithë Persi, të cilat luajnë në rol jo vetëm nga ana po themi e rëndësisë ekonomisë globale, po kemi të bëjmë edhe me një masë të madhe sunite. Kështu që në vetvete nëse do të ishte për shumë azim që edhe këto palë, domethënë do të përfshiheshin drejt për drejt në konflikt. Deri tani kemi pasur ose kemi hasur një lloj tërheqje apo dhe mos përfshirje të drejt për drejt të këtyre shteteve, apo dhe Turqisë flitet domethënë për tentativa nga Irani apo dhe sulme false nga palë të tjera, domethënë të cilat kanë kaluar atë hapësirën ajrore të Turqisë dhe domethënë thash situata është goxha komplekse sepse Turqia vetvete është një shtet i NATO-s, kështu që një përshkallëzim i situatës apo përfshirje e shteteve të tjera do të kuptonte jo vetëm një përshkallëzim me konotacion fetar midis shiave dhe sunive apo dhe Izraelit dhe muslimanëve, por dhe pastaj në nivele të tjera mund të merrte dhe si thash dhe konotacion tjetër. Zotim Laqi, ishte kënaqësi që pata në Syrën e Botës, ju falenderoj shumë si gjithmonë për kohën dhe shpjegimet interesante. Faleminderit shumë. Kënaqësia është ime, faleminderit.